tjetër. Faktikisht do të komentojmë mënyrën e festimit, si shprehen faktikisht si shprehen edhe partit politike, politikanët, por edhe qytetarët, gëzimin e tyre kur të preferuarit e tyre faktikisht fitojnë. Pse ende në vendin tonë është mënyra klasike shqiptare e festimit me tupan, daulle, surle e valle. Pse ende qëndrojmë në këto mënyra të festimit dhe faktikisht çka mund të tregoj një gjë e tillë. Qoftë për përfaqësuesit e partive politike, konkretisht kandidatët për kryetar komunash, por gjithashtu edhe për popullin. E për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, me mua në studio kam gazetarin Arlend Dimeri. Përshëndetje Arlend. Përshëndetje Kushtin, faleminderit për ftesën. Gjithashtu edhe Kenan Gashi nga Avanat. Përshëndetje Kenan. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Po nis me pyetje kështu direkte për të dy. A keni festuar jo pas zgjedhjeve? Unë personalisht kam qenë vëzhgues dhe jam mirë me qendrat e votimeve dhe nuk më ka rënë asgjë të kuptoj në realitet, domthonë jashtë objekteve të cilat kanë qenë ose atmosferën me të cilën kanë pas subjekte politike. Në atë moment që ka qenë, jam qenë në komunën e Shtimës, duke përcjellur një qendër votimit. Po për ndryshe nuk ka mundur të vrej atë realitetin me të cilën mund të isha ballavaçuar dhe i përzeti, por nga ajo që kam parë edhe në për mediumet, por natyrisht edhe në për forumet të ndryshme të rrjeteve sociale, kam parë që ka pas atmosferë jo vetëm në një qytet, po në shumicën e qytetet të Republikës Kosovës nga shumë subjekte e nga shumë individ. Arlend? Ti si qytetar e si banues në Kosovë, festove? Jo, nuk më festua zëne, vetëm kam po festat që janë përmes rrjeteve sociale të këthy para të pona, të këthy para surleve. Unë jo nuk marrë pjesë në për këse festime. Ishte ironike, kuptohet, po... Po, i kemi po. I keni po. Edhe cili është komenti sipas që te Arlend, pse ende festohet ose çka mund të tregoj kjo mënyrë e festimit? Është e nevojshme një mënyrë e tillë e festimit, duke pas parasysh se me sa kam parë, vetëm në vendet e Ballkanit, vetëm në vendet e rajonit, festohet në këso forma. Qoftë kur kemi ndeshje futbolli, qoftë kur kemi ndonjë rezultat në një fushë të caktuar, por nuk lien anash as zgjedhjet. Sidomos në zgjedhje janë më të theksora këto mënyra të festimit, edhe brohoritjet, edhe sjelljet të ndryshme. Jo, mendoj që festohet edhe në vende tjera, po për arsye ke tjera. Zakonisht kur janë kampionatet botërore në për vendet më ka rënë po në Zvicër të festu nacionalitetet tjera pas fitore të vendeve tyre. Do të thonë festohet për çështje tjera, për zgjedhje është interesante, sidomos më bën përshtypje ato subjekte politike cilat nuk e kanë fitu garën, po janë ballotazh, sepse mendoj që ballotazhi nuk është fitore, por është një paraprgatitje për rundin e dytë të zgjedhjeve, pastaj mund me festu subjektet që fitojnë. Nuk e di, është mentalitet ballkanik pak me këthy para toponit, kanë janë duken se ato arushat para defit, kur i mbëshndefit edhe që i kthejnë. Pse Arlend po i barazon, pse këtë shembull, se... Po janë, zjekje po arusha, është shumë interesant para defit që shkëtër. Edhe është një, na e kena, është një video e kandidatit vendosis për kryetar komune në Fushë Kosovë, që këtër njëjtën formë, do me thonë, para bile ai këgja. Kemi faktikisht pamje të festimeve nga qytete të ndryshme, përfshirë këto edhe Fushë Kosovën, përfshirë këto edhe Mitrovicën, Skënderajnë, po shohim faktikisht edhe këto... Që? Në e shoh dhe muzikën ishtë një këgja ma mirë. Regjia, ju lutem nëse ka... Me ditë pse po këthengështë. Nëse ka zë, po shohim faktikisht është kandidati i lëvizjes vetë vendosje për kryetar të komunës së Fushë Kosovës, i cili ka dalë, është bërë pjesë e festimeve faktikisht.
komentoni faktikisht festimin edhe të kandidatëve në këtë mënyrë? Nëse më lejo, patjetër. Populli ju njifet për veprimet e tilla, domthonë edhe ndoshta historia e popullit tonë ka krijuar që të ketë kësi atmosfera. Keni vërejtur që për çdo gjë që bëhet një fitore apo një rezultat, bëhet një hangër i tillë. Ne kemi porë veprime ndryshme që edhe njerëzit kur vinë nga diaspora ndonjë nuse apo ndonjë rezultat të tillë, kemi atmosferë të tillë. Si popull njihemi për veprimet e tilla. Po martohet dikush, po dihet për çfarë. Po do të tregu që nganjëherë këto fitoret, këto veprime, këto gëzimet shndrohen në hangje, edhe veprime të cilat mbledhen me gjërat sikur që janë tuponët, po ndoshta edhe ndonjë hang momental apo një veprim momental. Nuk ka kur gjë të keqe një gjë të tillë, nuk duhet në asnjë formë, nuk duhet me shiku në nuk duhet me shiku në një sy që pse jam mbledhur është veprim i keq. Është shumë e rëndësishme që veprimet e tilla, gëzimet e tilla duhet bashkohen shpeshherë edhe njerëzit që kanë humbur. Do të thotë që ata kanë humbur si shoqëri, po kanë humbur në një proces ose s'kan arrit me pas rezultate mirë. Por këtë kam bjellë dashuri shpeshherë tek njerëzit e veprimet mira të këndshme. Unë nuk kam po që ndonjëherë, ndonjë rast të tillë të gëzimit, ka pas ndonjë incident që ka rrjedhur si çështje e një influence të negative për të krijuar. Unë kam po shumë kundër kandidat. Unë kam pas marrë për shembull kur ka pas Xhafer nga ushtria, kryetari ishte Xhafer Tahiri, kur ka kur ka ndorë rezultatet, ka dolja ka pranu rezultatet kryetarit taneshëm, që ka festu bashkë. Domthonë, kjo është një paraqitje, do të me prezantu në çdo pikë. Për neve është një shembull konkret i mirë, i drejtë, dhe veprimet e tilla të gëzimit është një veprim shoqëror që kemi na si shoqëri, kemi si edukat, si kulturë, dhe kjo unë besoj që duhet më humb, sepse është kjo nuk mbjell urrëti, mbjell gëzim, edhe duhet më shndru se sa njëri ndihet mirë në atë moment, e sa njëri ndon emocione shumë pozitiv. Unë e vlerësoj lart, ndoshta i pëlqej këto veprime për shkak që ka njerë janë të domosdoshme për të krijuar. A ka ti kalem nganjëherë? Po, ndoshta mundohet ta pengojnë komunikacionin ose veprimet e tilla, duhet largohemi pi veprimet që ndoshta do ta krijojnë një natyrë pak më të rëndë në funksionim apo në pengim. Duhet më largu nga pengesat, por në gëzime, në shfrytëzimin e hapësira publike, në shfrytëzimin e një ambienti pak më të që s'krijon pengesa për njerëz të tillë apo frekuentim të automjeteve, është shumë e rëndësishme të kursejnë këto veprime. Po ndryshe, natyra me të cilën ne si ballkanas e përgjithësisht si shqiptari kemi, duhet të vazhdojnë të jenë një gjë të tillë, sepse krijojnë një farë afërsie mes njerëzve, e që edhe në këtë zgjedhje kom po, ditën e zgjedhjeve kom po që shumë anëtarë të subjekte politike kanë komunikuar me zveti, që nuk kanë qenë shumë zgjedhje tjera, domthonë. Në këtë zgjedhje kemi pas këtë element, domthonë, edhe ditën e zgjedhjes ka pas gëzim. Ju e keni vërtetë që shumë qytetarë vishën bukur në ditën e zgjedhjeve dhe shkojnë votojnë, domthonë organizojnë. Është një farë ndjenje që dita e zgjedhjeve ka një rol të veçantë. Dita e zgjedhjeve faktikisht është një farë ka një farë energjie të Bajramit, së është ditë ka gjë e gjatë, kështu që fillan një shumë herët dhe përfundan shumë vonë se dhe për një të medjave. Këto gjëra janë shumë mira që ka qëllu që është ditë e djele, edhe është një farë atmosfere, na do të me pranu këtë qështje, në nuk jena në Evropë që lidhjet tona familjoni janë të fëtatë, lidhjet tona janë shumë të ofërta. Këtë proces zgjedhor është ka qenë një ndër proceset më të rregulla duke pas, parasysh që nuk ka pasur asnjë incident të shënuar gjatë ditës 12 tetorit, këtë diell ku mbajt edhe procesi zgjedhor. Po Arlend, pse nuk po e arsyeton ose nuk po e sheh shumë të arsyeshme përfshirjen e edhe kandidatëve në këto festime, mënyrën që po festojnë? Qyre kandidat shpeshherë kanë ditë me pas gjuhë nxitse dhe përçarëse. Saktë. Mirë, po ajo që është dëshmuar është se populli nuk ka ra prej aty në thirrjeve. Ka ndodhur provokime. Ka ndodhur zgjedhjet e kaluara në nivel qendror, kur kemi pas dy subjekte, njërin që duan shesh dhe ju tha këtyn e tjerëve hajvana,
edhe këta tjerë që thëshin këna fitu, edhe në umledhen, sa të kujmë kom para KQZ-s, të pritë qëfar pëndodhë, se ras sistemi KQZ-s, nuk e di këtë qka pëndodhë, realisht hybi vetëvendosja për mi 16%, edhe u bloku sistemi, s'kish informacion, edhe kam qenë ato i kam po që dolem prej 2 subjekteve politike. Mirë, por nuk ka pas asni incident ma të vogël, ka pas vetura me flamujt PDK-s, edhe vetura me flamujt vetëvendosjes, kanë kalujën për shëndet, shpeshjën për shëndet, por nuk ka pas asni incident. Do më thonë, pavarësisht tendencës, për me tensionu situatën, shtetërët e këtij vendit janë çast mëshëm sot që nuk binë për ato thirrjen, ato provokime, edhe tek e fundit, pse fiton një subjekt, nuk do me thonë patjetër me dal murrej me dikon. Arlend, më sa po kuptoj, po thua që partitë politike, politikanë, përfaqësues të partive politike, po nxisin themi simpatizantët e tyre, por simpatizantët në një farë forme nuk po ju bindën. Do të thonë festimi është shumë normal. Nuk ka kur gjithë keqe pse dolin simpatizantë, qytetarë, se shpesh dolin edhe të partive, edhe të subjekte tjera, edhe festojnë. Në momentin kur implikohen kandidat ose subjektet politike në ato festime, që të më me konë problem. Jo, më falë, fëtë du me plëtsua, Lindin. Qytetari shumë e kodë dalun këtë punën e simpatizantë dhe strukturave. Do mund, që të është problemi, njerë strukturat që janë pak të dhanë te për pas subjektet tyne, shpeshen janë dzitës parësëshëm. Do mund, qëto është dalimi, simpatizantët nuk e morën farë parasysh ka thëtë kandidatë, ose kryetari, ose një sekretar brenda partijës. Në këto format të festimit, ku keni pa nxitje, ose... Nëse mu më karor, ose shpeshet janë pjesë kur i kanë kuptuar 3-4 lloj shoqëri, që janë konë shok, por subjekte të ndryshme. Unë e kam por që kanë festuar bashkë për një kandidat. Për shembull, për marrë shembull kur zgjedh ish presidenti Hashim Thoçi, në atë ku o konë një farë agresiviteti i madh mes PDK-s dhe LDK-s. Por pasi u ka kalu votimi, unë i kom po të gjithë ullë bashkë dhe të festu bashkë. Nuk ka pos një shka vrivara, këni u qeshin kritikëshin një s'ka unitet, këni njerëzit elektorati tyne festojshin bashkë. Nuk ka pos në një dalem. Që kënë është dalimi, nga njerë urrëtjen, nxitjen, vinë nga njerëzit, strukturat, leadershipi i partijës. Tendencën më të madhe edhe me polarizu shoqërinë ka pos vetëm një subjekt politik, sepse gjithmonë kanë kalu mirë. Na kena pas në Prishtinë, për shembull që në sheshin Skënderbeu ka festu LDK-ja, sheshin Ibrahim Rogova ka festu LDK-ja, pak ma qanina ka PDK-ja, nuk ka pas incidente, nuk ka pas... Po gjua nxitse, për shembull, në e vapet për përsëriti që etiketimi si hajvona, ose si kur guma rezervë, e nëzit një farë, sepse paramendë... Pa, ke vrejt kësë diskurse edhe në këto zgjedhje Arlend, në ditën e djelë, edhe pas përfundim, mendoni që ka pas nëzitje edhe mendon që ka pas nëzitje nga përfaqësuesit e partive politike edhe ditën e djelë kër mbajtën në zgjedhjet lokale? Gjua Albin Kurtit Mitrovic ka qenë fiks gjuhë nëzitse. Ka pos për qëllim me nëzit elektoratin. Paramendojnë sikur pas asoj fjallës goma rezervë, edhe të kish fitu Fatën Peci në Mitrovic, paramendojnë që kish ndodhë nëse ishin taku në rrugë. Ty dhe thonë simpatizantët për të kësë ju i një goma rezervë. Se ka ndodhë aja, ju i një hajvona që ju kanë thonë njerëzve. Po, flasim për zgjedhjet lokale. Dim atë që ka ndodhur. Po, goma rezervi ka thonë Arjan Tahirit. Keni fakt kesh pamje lusë regjinë në ndërkohë që të na përcjell me pamjet e festimeve edhe nga Mitrovica, atje ku është faktikisht një prej garave më të ashpra ka ndodhur edhe në Mitrovic, ku diferenca mes dy kandidatëve... Arjan Tahiri nuk është bë pjesë e festimit në rrugë. Por në sollën minatori nëse nuk ka bëj. Ka shku atë, kanë qenë simpatizantë gjithë Partisë Demokratike, është prit nga kryetari Partisë Demokratike Memli Krasniqi, edhe ka qenë këtë në rregull. Nuk ka dolë në rrugë me provoku situata. Po shohim që edhe në Mitrovic, mënyra e festimit është ajo e zakontë, siç ndodhet në ndonë. Me fishek zjarre, simpatizantë të cilët kanë dalë rrugëve të Mitrovicës për të shprehur gëzimin për rezultatet e arritura nga kandidatët e tyre të preferuar.
prapë faktikisht kemi pas edhe deklarime edhe të kandidatëve atje, të cilët diferencën e kanë deri më tani pak më shumë se 20 vota. 28 vota janë në pyetje. Çka kushtrim duhet kandidatët të krijojnë një praktikë mirë? Duhet që pavarësisht çfarë rezultati, duhet janë aktiv në përfundimin e procesit. Çka ju pengon atyne, nëse ka humbur ose ka fitu, me dol bashk, me pi kafe, e një diku mi falenderu qytetar për proces. Shumë e nësëshë pra ta kandidat, unë bashkërisht me stafin avonetit i kemi ftu kandidatët e Felizoj. Vetëm 2 kandidatë kanë ardhur, kurse të tjerët kanë ardhur me pi kafe, mi falenderu që kanë qenë të kujdesshëm gjatë procesit. Kush ka ardhur? 2 kandidatë që s'po du mi përmenë, se nështë ta kryen thujnë... Po jo, kry Felizoj, ta është Po, jo kam fjallën për Agim Aliu dhe Gjemilia ka ardhur. Do më unë, ato 2 kandidatjet nuk kanë ardhur. Do më unë, ne do mi kriju këtu praktika, do mi kriju me dhonë mesazh poqe, bashkëpunimit, unitetit, qka nuk mund gjithë kandidatët me fitu, dikush ka me hupe, dikush ka me fitu, po me rëndësi është që me dhonë mesazhin për qytetarët, e një diku me paraqit integritetin dhe personalitetin tanë ndaj publikut. Nëse ti s'ki sikon gjendje me orë mu i bashku, pavarësisht fesës apo gëzimit dikujt, duhet me qenë shpritëdhënës për vetë vetëm për të armën. Nëse i kaq naiv, që se ka një çështje të tillë, unë e besoj që duhet më konë shumë i pa emocional, që nesër mund të tingëlloj keq në raport me publikun. E këtu mesazhe shumë pak të kandidatët pesha, e që ndoshta është një mungesë, një mendësie, një kulturë ashtu, për të përçuar një mesazh të tillë dhe besoj që kandidatët do të me praktikojnë një gjë të tillë, do të me thirrë, edhe humbëzit do të me thirrë fituesin, do thonë urime, sepse te ke fitu edhe bashkarisht po vi me ty e pepim një kafe edhe po falenderojmë për njëri tjetrin. Po ju e keni vërtetur që edhe shumica në për komuna shtabët nuk bëjnë ankesa nëpërmjet subjekte politike. Domthon, vetëm të një ke që kanë në për disa komuna që lëvizjave vendose, shtabët e lëvizjave vendose kanë bërë ankesa ndaj ndonjë subjekti ose ndonjë vend ku ka qenë për shembull me do subjekte që kanë pos kundërshtime të rrepta, kanë bo ankesë, sukura aktive. Ka tendencë me dramatizu ma shumë situata dorën zemër lëvizjave të vendosje. E di në për qendrat votimit, në për klasë, abdin i egzagerojnë gjona shumë. Që për para nuk jenë morë bre parasysh. Në çfarë forme? Në çfarë forme kopën për kur gjeq. Pse e le vetë aty, pse nuk është aty vëzhguesi, tash do të me raportu me atë, ka ndodhur më mbyll klasë për si fa raportime të kota që s'kan pas kur fa relevance. Po të dosh me tregu tash vetën sa shumë e ruajnë këtë proces, ka një herë edhe po dolim prej edhe nuk i din shumë procesin. Falë, edhe nuk i din nuk ka një hori të shumta në rreth. Sepse ka njerë shkujnë me mesazhe që vjen nga partia, ju nga ligjet e rregulluarit. Thoa që nuk e njohin procesin e votimit, edhe vëzhguesit dhe komisionarët të cilët janë të angazhuar ditën e zgjedhjeve? Jo, na kena probleme të theksuara për këtë çështje. Domthonë, ne kemi ngritur shpesh shqetësimet tek udhëheqësit e qendrave që një qytetar nuk e ka lënë me votu, për shembull ti ka nuk e ki letë njoftimi, nuk e ka ditë që banë me pasaporta, bëde, unë na kena këthy votus, ka honë, ja nuk kom lëmë, pësë s'ki votus, se kam letë njoftimi, nuk ka një ori. Ose, për shamu, nuk ka një ori që qysh do të mi ofru ndim nëse qytetarë nuk dhe me votua, bëde, thot, jo, unë do të me shku me votua, antari komisionit nuk ka drejt me ndimu, sepse ne ka ndalume. Ose, për shamu, dje, që më do dhe rasi, ne si vëzhgus, dolin të që, për shamu, ose policia ndëryrë pa pas pa autorizem, thot që në guzar me i me dolë në qendën. Pa përshka i vëzhgus, nuk je për me dolë me këshyrë objektin. Me rëndësia është që te, si qytetar, apo si institucionet do të me i trajnu njerëzit, por të kuptuemi që ka ro interesimi njerëzve për me qenë vëzhgus edhe komisioner. Partit, sepse e pora është kjo një farë elementi dyshimit që ata që mund me bo një gabeme, mund është me i mbërgë. Edhe të një dyku edhe është një farë ngarkese, angazhimi nga mëngjesi dhe në mbrëmje, edhe kompenzimi me të cilat ju bot, që, më falë, tash nuk ka mundësi me manipulu me vota. Po flasë unë personalisht, unë jam duke monitoru, unë vëzhguar procesin dhe përqindja e manipulimit është shumë e vogël në raport me
numërimin edhe rinumërimin që bëhen nëpër qendra, por nëse kanë mundësi me manipulu, ata e kanë gjosën minimalisht vogël. Nëse dikush se kalon flet votimi ka qenë i zbrazët dhe mund me votu aty për aty. Po jo që mi ndryshu vote me thonë ai që ka votu ai qytetari e mi ndryshu pikpome se s'ka mundësi se janë dy format që kanë me shku me numëru atë flet votem. Por muj me votu për shembull nëse një flet votem nëse komisionerat pajtohen, po s'ndodha, apeta se ka vëzhgues, pavarësisht asaj, njëri prej tyre nuk e pengon. Ne nuk kemi por rastet e tilla që ty zgjedhet edhe parlamentare edhe lokale që kemi pas rastet e tilla që ka pas informacion. Po veç manipulojnë ndryshe proceset, për shembull. Në fushë Kosovë janë arrestuar 6 persona. Për shka? Që kanë votu me asistencë ka 4-5 herë për... Aja është dukuri e njerëzve, por nuk kemi veprime të rregullta për ta. Domthon, qëre, në 5 qendrat të vendvotimit në Kosovë, të regionit Ferizojit dhe Gjelonit, kam por që disa persona kanë ejtë pranë qendrat të vendvotimit dhe unë i kam kontaktu policien, edhe i kam thonë që pse ky person për rrejmë ma shumë se 10 minuta 15 ofër qendrës. Nuk është asë vëzhgus, asë nuk është ndështë një subjekti politik që kome asistu vëzhgus të komisionerët, që ka është rritje me nejtja i në këtë qendra. Dhe policia Kosovë se ka largu. Por që ta janë përgjatës të qendra, do më unaj përgjithsi qendrës, dhe policia e kam për obligimi largu qëta. Këtë ras policia nga njerë edhe nuk veprojnë, por shkak që zdojnë me përfshi që unë mendoj që policia e Kosovës nuk dojtë me nejtë më në për qendra, më dëshu këtë legjë, por shkak që do të mi dhonë pak ma lirë, ma hapësirë që mësë më po uniformat e veprimet e tila. Po du më kësi... Mësë me konë qëto uniforma në për asë e di qa bëhet. Se më në po të gjubërë, po ka të që ju më konë vetën atë? Jo, ndërën. Po ju kanë vonë mërë burle të njëftimat, ja kanë mledh njerëz dhe ju kanë vonë para se me hime votu? Let njëftimat? Po, komunitetit të rëmë, mashkali, egyptian, ka nejtë 5 veta. Aja është për hetim. Jo për me në mojtë së rëndë, se s'monë është... Jo me mojtë rëndë, po ato për që ata e kanë arrestu, se nuk e kanë arrestu, pëse u konë... Ato ka punë prokuroria, më falë, prokuroria, po ne në të futë për një numër qendra, në rastet të targetën. Po prokurori ordë atë. Alën, unë e mendoj... Po në kalzojnë e qakon po, unë e mendoj që 5 ditë e fundit të fushatës. Prokuria do të me fillu hetimet për njerëz dhe individ që ka njerë, në gjuminat që thujmë blejnë vota. Do të mi fillu hetime ndaj tyne. Qysh fillën hetime pa u zhvillu procesi? Jo, më falë, jo. Na kena 2-3 ditë për por, a kena dëgju që thujnë dolin disa njerë, disa familjarët kanë. Po përveç prokurori nuk del minjek, është policia për atë punë? Jo, më falë, ju be policia ka një rrëll tjetër. Qysh ti prokurori kush problem vota? Jo, më falë, po polici e ban autorizimin me njësit për koca. Po ju aj polici mund të mojtë rendin që s'ka nevoj me mojtë rend. Aja është tjetër sanë është. Na, nëse flosme për manipulim, por është njësitet e caktuara hetimore, por rendit brenda qendra nuk mohon me polec duke angazhuar me vjetra dhe të njerë që nashta na në ditë me joftë të tëra së vinë policia në veti për angazhimit madhë që bonit çështje ti. Do të mi kontraktu kompanit private me mojtë rendin brenda shtëpiak. Po në vetë spekoptoj që ishë me fillu proces hetimit 3 ditë para zgjedhjeve. Sepse ka dyshime për blerjen e vota. Se dikujnë për milirë, thot, ama e votën, në të muj me bon gjënë tjilë. Unë nuk kam hasë, sepse unë e të kësham fillu procedurën. Por nuk kam hasë mua, personalisht më mëra. Unë kam dëgju. Edhe nga dëgjimit, unë e kërkaj nga prokuria shtetit, që në zgjedhje tjera, që të shfryzojnë këto për njerëz të caktuar, për grupet të caktuar, që përmendet për flitin, do më unë ata kanë informacione, të hetohen, por jo në këtë sistemin për me orientu se nështë unë alëm palidhe në këtë qështje. Po du më këthy prapë të qështja e festimit, faktikisht. Kjo mënyrë e festimit, nuk më ndalim ndoshta konkretisht të mënyra e festimit, po festimin në tërsi, si fenomen të kë shoqëria jonë. Të regonë se ne si shoqëri e kemi e bëjme gjithë këtë themi këtë vëmendje marrë me këtë lloj festimeve duke të reguar se festojmë me inat, apo nuk jemi të aftose që mos të të ngloj keq, apo nuk e të kalojmë limitet e reflektimit? Nuk shafon me inat është instinkti njerit mas një fitore
një subjekti, apo se një procesi, një ekipet sportit, shembull, me marë, fiton, është një farë tendencë me festuna dhe në për kafeni kër e këshyrëm, kër e këna këshyrë Shqipnin. Këtë rast një loj futbolli, pavarësisht se ajo në gjallë egzeme, krenari dhe përfundon aty dhe rezultati është në një fushë të caktuar. Po kur flasim pastaj për arritet e partive politike, rezultatet në zgjedhje duhet të dimë që vare në shumë gjëra të shoqërisë përmes atyre zgjedhjeve. Në këtë rast a dim të kërkojmë llogari apo gjithçka përfundon me rezultatin e arritur dhe me tupana dhe valle. Fatkeqësisht përfundon që atë surle tupana kthejna pak edhe përfundon. Është shumë hale nuk e kena arrit atë farë mendsin që me kërku llogari për të zgjedhurve tonë që i kemë atje. Për atë arsye kena pas edhe listat të asamblezëve çfarë kena pas që e kanë shashtrisë çat GPT-n kish pas ngarkesë të madhe gjatë tyne 30 ditë fushat prej kandidatëve për asamble. Për çat arsye i kemi edhe kandidatë të tillë, sepse po të kërkonim përgjegjësi prej tyre që i votojmë dhe i dërgojmë atje, sepse realisht që të mirën vendime që varet mirëqenia jonë si qytetarë një komunës, infrastrukturor, kanalizim, ujësjelës, se na kena hale probleme esenciale. Kështu që me full për tram që dhe i ke përbarim Roma, vallaj, unë nuk e bestaj ato. A kupton se o qytetarë na kena probleme elementare na hale kanalizimi voda, kanalizimi deri në asfalt. Me kallëzu pak me banalizu dhe ma fort. Halen dhëtë me qitë në asfalt kanalizimin, apo kupton? Apo i përshtaten këtë rast simpatizantët, po i përshtaten partive politike, apo partit politike po e din se qka po lypin simpatizantët ose militantët e tyre, thënë shkort me këto format të vestimin edhe me mbështetjen që ta u ofrojnë gjatë gjithë fushatës. Kushtrim, partit politike serbë përpjekën ose veprojnë mjë përshtat elektoratit tyne. E para që në shumë në nësëshme, në ditën e festimit ose betimit që e kryetare dhe antarët e kuvendit, përfryton përgjësia e simpatizantë, se zgudzoj me bo zomu ata për një kutë të gjatë. Atë pi asoj pike, dikush e merë veprimin e llogaridhënies, gazetarët, kamermanët dhe antarët e shoqërisë civile. Domthonë, nga ajo pikë, nga ai moment. Sa që simpatizantët nuk ashtu që zgudzojnë të bëjnë zonë. Zgudzojnë, sidomos ngëm. Për dykësa, pa ta kanë guximin. Po televizëve ndu se abila zgudzojmë ja për emnin. As ministra, as deputet, ma lema së lëmë. Domon, alo me ekstreme kemi në këtë. Qka të bënaj, ka bu mire. Se po konsiderane që nuk gudzojnë? Po janë praktika, janë vërtetu këtë gjëra. Domon, po pëse kush po i... O kushtem, një gazetar, një antar i shoqërisë civile kanë deklaruar, ka thonë që ku është hajnia, a di shka thënë, kësha komentojnë militanta, ti të rrajt, ti paske... Serbia. Jo, falë, Serbia. Ti ka këshe po për 10, për 20, për 100, që që bitit e tjopin. One, disa procedurat për recesi kanë filluar, pi komentët tila duke më kërsnuar nga gjërat e tila. Po, na përkuptojmë që egziston një... Ato që po thoni jo, po. Pse egziston? Se që janë faktorët që e kanë bërë që simpatizantët e një ekspartije të funksionojnë në këtë mënyrë. Por, ata mendojnë që kanë një përfitim nga ministri, deputeti, kryetari i komunës, apo ndonjë antar i kuvendit. E dyta, ata mendojnë që nëse do të lyp llogaridhënie, do të morrin dëshkimin, sepse nëse je pjesë e një zërit, dëshkohesh, edhe e treta që është shumë e rëndësishme. Thotë, ma mirë, po jam i heshtur se sa mund me fol dikush tjetër. Janë 3 gjëra që një simpatizant, një njeri vepran. Ai që është i zëshëm, shumë i zëshëm brenda subjektit politike, është i vetmi njeri ose person që ka pastërti, ka integritet dhe të njëjtën kohë ka fuqi politike brenda subjektit politik. Se po ndryshe, nëse njëri prej tyre se ka, ai s'mund të qenë kritik. Po shumë pak njerëz në për subjektin politik janë me në një format të tillë apo me një pozitë të tillë. Domthon, nuk kemi raste të tilla, nuk kam shumë meç në tërë subjekte politike. Kështu na për tavolina kur ne janë gjendje më të kallëzuar gjithçka.
Po, kur janë me thonë, që për ngritin, ose ngritin që çështje brenda subjekti, ja thatë se unë e qështu domon. A ka unë njës brenda subjekti, ndesh për dëkyn, ndesh le dëkyn, ndesh vendimis, ndëse, që ka qenë i zëshë, jo se qështu du të më bon, sepse kështu. Domon me 10 një të tillë. Po shumicën ndërmues, domon 95% e çdo militanti, çdo anëtari i subjektit politik ose çdo strukture nuk guxoj me fol, por shkak të gjërave që ata i legalizojnë. Nëse është kështu, siç thani, pse këta persona vazhdojnë pra të jenë mbështetës të ex-partive dhe ex-kandidatëve? Çka i mbanë, në farë forme, çka po i mbanë ose çka po ofrojnë këto parti politike për këta njerëz të cilët në situata të caktuara, në periudha të caktuara, siç janë fushata zgjedhore, i kanë për krah edhe ngritsin zërin, u japin hapësirë faktikisht, pastaj në periudha të tjera, siç po thoni ju, nuk guxojnë që të bëjnë za. Politika është një farë varësie psiqike, smundje që thëmin anë si popull. Dëmon, unë jenë shumë figura që kur janë largu nga subjekt, nga politika, nga subjekti politike, kanë posë shumë zhvillim edhe në biznes edhe në avancim shkencor. Dëmon, kja varësi i krijen këtë rëll, nuk mundet mu largu prej asoj thëtë ma mirë, po qenë edhe duke konsideru sepse, qëre, në për subjekte politike, në për parti politike, njerëz janë përfituar një grupe caktuar, kanë gjithë mundësi, vakume, janë shfrytzu dhe janë rritë dhe janë ngritë. Por shumica dërmuese e elektoratit, ose njerëz të mirë në aktiv në subjekte politike, kanë një vend pune, ose minimalisht kanë një farë përfitimit vogël. Domthon, ato njerëz të cilët mirën pak ose konkretisht janë më të dhanë pas partisë se kanë qëtë rënë. Ata që si janë dhanë e krynë obligimin për kushtohet në kohë kur i jepet përgjegjësia dhe zhvillojnë jetën e tyre profesionale dhe personale. Por në rastet e caktuara këta militantë janë të tillë, domthonë militantët nuk janë të pasur edhe nuk kanë si e përfitime shumë nga subjekti politik. Ata janë konë si mekanizm, si vullnetar të partisë, po të ngritëm energjinë e ideologjisë politike, po jo të ndonjë një përfitimit që kanë pohoni shumë 10 aktivist që vetëm nga një rrugë jetan, domthonjë janë të përgjithshëm, janë të detyrueshëm në punën me të cilën e kryejnë si person, domthonjë detyrim nga bindjet e veta, jo që nga dikush, por edhe arritin rezultate për parti, por jo që kanë arritur nga vetvetja për të sjellë ndonjë përfitim brenda vetvetes, se nganjëri keq kuptojmë ne. Na e themi kur ai vret e kanë politizuar një proces. A dhe që subjekte politike punësojnë një njeri, por ai njeri me qatë punë përfundon. Na nuk i këshim një farë onën tjetër të partive kush janë përfitus të partijës edhe kush janë përfitus të pushtetit. Na shpesher nga njerë jo me epitet keq, nga njerë edhe him gjynama një farë forme, pse thënë e ka shti një militant vend punës, po do me këshim atë kondi tjetër, atë grupi tjetër, që ka fitu ma shumë se sa këj militanti. Jo, ato do të bëjnë militanti, vëlla. E di, më falë, po e di, na po flasim për gjithësi. Sa ashtu bje që po i arsytoj me veprimet, hajtë se gjyna, në farë forme. Na nuk pi arsytojmë, as nuk pi përjashtojmë, po na praçismi në gjendje reale faktike, se kështu besoj që militanti përpara ka pas një rol tjetër. Për dallim që shekon sot për shembull ka ndryshuar lënd. Që morëm edhe shembull lëvizjen vetëvendosje. Përpara militanti ka pas për punë me dal me çkep në vizitkort, me shku në për shtëpia, më vlon ai letër qytetarëve, sot është këtë tjetër. Sot ka ndryshuar sistemi, sot militanti i vërtet është ai që ta shoh nonën këllën në Facebook. Çaja militanti edhe ai i maj mirë i subjektit. Do me thonë, çdo problemi se është deformu puna e militantit. Militanti përpara ka pas për qëllim me ngrit subjektin politik, mi ofru ndihmë kur kanë pas nevojë, e di përpara që kanë funksionu. E sot militant është kur ta shon nonën atë në Messenger, kur shkruan koment atë të s'përdeshe kush gjë. Ose, më falë, po du më qëtu alen, për shembull përpara subjekte politike e kanë po strukturat që kanë bo fushotën. Po. Tash kandidatët, sidomos prokurator komunë ose për ndonjë proces tjetër, kontraktojnë kompani për m'ia bo edhe fushotën, edhe të njëjtë kohë edhe këtë organizimin, marketingun, edhe feedbackun e saj të fushotës. Përpara subjekte politike i kanë përgatitur njerëzit
në subjekte politike për ta zhvilluar këtë koncept, po tash të kanë materializuar. Na duhet më pajtu edhe plotësisht jemi të rrugës që u shëndru një materializim edhe fushata, po edhe njëri kohë subjekte politike. Po edhe këtë punë, edhe këtë çështje, edhe vetë elektorati, edhe simpatizantët, edhe njerëz të struktura kanë kuptuar realitetin. Nuk është mos kur viteve 2015 kanë zonë njerëzit me ngrit këtë kapacitet, edhe këtë një uri që nuk pa më dhonë shumë bërë subjekt politik. Ne kemi vetëm vendosur do mund që janë dhënë shumë, sepse LDK-ja, PDK-ja, AKP-ja nuk i kanë si koncept. Do mund ata punojnë për gjatë, edhe elektorati një çështje tjetër, por jo mo, kur njerëz të vetëvendosur që e banalizojnë, etiketojnë, e shantazhojnë me një farforë, me jopin epitete ndryshme, subjekte tjera nuk janë në këtë pikë. Ti e çet e dokumenton, e fakton një hajni që po bëhet. Për shembull, sikur rasti i Fatën Pecit, hajni mas hajnije, e qëtë problemin me peshq, ngri me kryma, thët ty për të pagun Serbia. Ose për shembull për Kikun, kryeshifin e Kikut. Do më unë alon njerëz të vetëndu, mendoj që ai pa fajshëm është. Po, në anën tjetër, duke pas parasysh se si shkoj e dita e 12 tetorit, të rezultatet që janë pothuajse përfundimtare, ende nuk ka përfunduar i gjithë procesi numërimit të votave. Por duke u ndalur te këto komuna ku patë festime, se jo të gjitha komunat kanë festu, jo të gjitha ata të cilët para ditës së zgjedhjeve kanë qenë të bindur që do të fitojnë, festuan ditën e diel. Po du në bazë të analizave të juja dhe në bazë të asaj se çka ka ndodhur deri tash. Arlen, kush do të festoj në Mitrovice dhe fush Kosovë, gjithashtu Prishtinë me 9 nëntor? Në Mitrovice do të festoj zoti Tahiri. Okej. Bile që është përshjet ai është dash me festu krejt me 12 tetor, mirë po ato janë dyshimet që do struktura kriminale dhe vendosjes ka ndërhyrë proces zgjedhor. Kjo po shihet edhe përmes exit pollëve, sepse është e çuditshme që ka mundësi 3 kompani të ndryshme pas një kontakt mes vete edhe e huqin njëjtën komunë të trija, por po shihet që është një ndërhyrje, shto faktin këtu që kena pas raportime të gazetarit Shkëmbën Kajtazi, i cili ka raportuar që është pa kurti deri në ora 4 mëngjes në Shqipëri, në disa vende, në disa fshatra të Mitrovicës. Do më thonë, po dyshohet që ka pas ndërhyrje, me sa kuptova kish fillu edhe një hetim mu bu për disa qenat votimit, kështu që kjo ka me na tregu që Arjan Tahiri është dash me festu me 12, ato pa balotazh me zotin Peci. Mirë po, tash të shumë procesi që shtu vazhdo. Në Prishtinë, kush do të festoj sipas teje? Përparim Roma. Në fush Kosovë? Besnik Osmani. Besnik Osmani. Po. Çka nëse festojnë kundër kandidatët e këtyre? Pse i bindur që do të festojnë këta kandidatë që kujtë përmend? Për Besnikun apo? Po. Për Besnikun, mas pari pregaditja tina, institucionale, përvoja tina institucionale, e bën një kandidat shumë ma të fort. Unë e kuptoj që nuk është në kulturën e Besnik Osmanit me ra nivel të kundër kandidatit ti, me qenë arrogant, me qenë ndërhyz çdo fjalim, mirë po shpresoj që qytetarët kanë me kuptu qëta dhe kanë me vlerësu, edhe në anën tjetër do të me bo dallimin mes një kryetari i cili është klientelist, sepse po shihet me punësimet që i ka bo në për ndërmarrje publike, edhe një kryetari institucionalist. Pra do me thonë është qëto dallimi mes këtyre dyve. Nëse fiton Besni, unë e kisha lut Prebezën, e kisha lut. I kisha bu një bast me ta, që nëse fiton Prebeza, unë e ka me prej bishtin, a nëse fiton Besnik Osmani, ka me prej aj. Po i bën thirrje publike do më thonë, kandidatit vetë vendosjes në fush Kosovë, por të vënë këtë bast. Po. Nëse fiton aj, te prej bishtin. Unë e kam i e kejtë qelë. Okej. Nëse fiton Besnik Osmani, kena me nxone me qesa ato. Kena me nxone me qesa ato, nuk e di sa mund të realizohet kjo. Më stjeja po kuptim tjetër se kena njetë na mu... Pa tjetër, kuptohet.
Kuptimin figurativ që kena njone këto do të me hjek bishtin, njone aj. Shohim Kenan se kush po e hek bishtin me nëntor, sipas teje, Kenan ka me hek bishtin Arlinde apo i betër pastaj kandidatit të vendos Sado? Unë besoj që Arlindi ka me hek. Arlindi ka me hek bishtin, ha? Po të që Arlindin herën tjetër në nëntor, do ta kemi qallin në studio. Me Vetë valore të në pja hek. Me dhjetor, nëse nuk fiton, nëse nuk dalë rezultati siç po parashe Arlindin kemi me qetë në studio. Arlindin kismet me dhjetor, nëse është mësa rëmera neja se var makine për me qetë. Se nuk ta bitarën. Të ndërrum falënderi shumë që ishte pjesë dhe sot në Rrët e Rrotov. Kënaqësi ishte. Kemi arritur kështu në fund të pjesës së parë, shkëputemi për